Nëse vuani nga ky problem shëndetësor, bëni kujdes kur hani qershi. Jemi në sezonin e qershive dhe këto ditë me siguri që të gjithë i keni konsumuar me shumicë, por disa njerëz kur i konsumojnë i kanë në qef dhe i hanë bashkë me bërthama. Mirë po, por gastroenterologët kjo gjë mund tjetë shumë e dëmshme. Mjekët e urgjencës kanë treguar se ndonjëherë ju është dashur edhe të bëjnë ndërhyrje specifike sepse dikush ka ngrënë qershi ose vishnja të plota me bërtham. Qershit përmbajnë vitaminën C, beta-karoten, vitaminë B6 dhe K, acid folik, minerale, kalium, hekur, bakër, mangan, kalcium e të tjera. Por frutat e errët kanë edhe një efekt të kundërt për shëndetin. Nëse vuani nga probleme të tretjes, nuk duhet i konsumoni me bërtham. Ato përmbajnë melatoninë e cila ndihmon në relaksin tuaj, por sipas Medical Daily, doza ideale që mund të hanit është një tas me qershi në ditë. Ndërkohë duhet të evitoni bërthamat e tyre pasi mund të shkaktojnë komplikacione për tretjen e dobët.